katër finalistët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri kanë dhënë një intervistë ku kanë folur për shumë gjëra specifike. Intervista e parë ka qenë me Laert Vasilin. I pyetur se çfarë i ka dhënë shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Laerti kishte këtë fjalë. Laertin e dijeshëm që ti vjen e përshkruan, këtë Laertin e sotëm, sa kohë jam pëlqyer nga jashtë, besoj se ja kam dalë. I pyetur se nëse ka qenë i përgatitur për dashuri, Laerti kishte këtë fjalë. Jo, nuk kam qenë dhe nuk jam. Vjen si rrofedhe të bën shkrumb. Ndodhi dashuria, po me ulje dhe ngritjet e saj. E para do të ketë një takim minimumi që të shprehen dhe gjërat që janë thënë apo nuk janë thënë. Nuk isha e përgatitur për të pasur një ndjenjë. Unë e kam paraqituar formatin e daljes të mia televizive. Kur kam hyrë, s'kam qenë i përgatitur për këtë gjë dhe ka ardhur pa qenë unë i ndërgjegjshëm. Deklaroi ai duke lënë të hapur një mundësi takimi me Valbona Mhildin, pasi të përfundoi spektakli më i famshëm në Shqipëri, ku finale e madhe do të zhvillohet me datë 19 prill. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.